Ky grup kryesor nuk është grup i organizuar, është grup që bën analizën. Këta që kanë kontribuar PPS-n dhe duan të vazhdojnë dhe përderisa ke fut në listë të hapur, duan të vazhdojnë dhe ti je dakord që ata të vazhdojnë, por nga ana tjetër gryhen mbrapa shpine me pushtetin abuziv të atyre që kanë pushtet ekzekutiv, kanë struktura qeverise. Ish ministri financave dhe deputeti Partisë Socialiste Arben Malaj ka analizuar situatën politike dhe luftën e brendshme mes klaneve të Partisë Socialiste në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Malaj tha se në Partinë Socialiste po shikohet një përplasje pashmangshme mes planeve të ndryshme, duke bërë thirrje partisë të reflektojnë mbi listat e mbyllura të kandidatëve. Ata që janë në listat e mbyllura në Partinë Socialiste janë anëtarë të qeverisë pa kontribute politike. Këto janë zgjedhjet e Ramës, deklaroi ai. Ish-ministri theksoi se marrja e një mandati politik pa një njohuri të mirë për partinë nuk është e shëndetshme. Ai citoi një koleg në Partinë Socialiste, i cili kishte thënë se pritet të ndodhë një luftë brenda grupeve brenda partisë. Ata që janë në lista të sigurt kanë filluar që pasi janë siguruar vetë të sulmojnë mbështetjen e të vjetërve, tha ndërtira Malaj në News 24.